الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والله إذا تندرشم fillimisht falemderojmë Allahun Azza wa Jall me falënderimet më të larta të cilët i takojnë Allahut Azza wa Jall. Për këto mirësi që Allahu Azza wa Jall na veçoi nga shumë krijesat e Tij. Na mundsoi ta përjetojmë muajin më madhështor, më të dashur tek Allahu Azza wa Jall. Pra lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall ibadetet e këtij muaji Allahu Azza wa Jall na pranon. Pra kopimi të parëve ton pas mbarimit të muajit ishte vëllezër të ndershëm. Vallë se Allahu Azza wa Jall e pranoi nga ne. Pra të thoshin cili nga ne është i pranuar që ta përgëzojmë dhe cili nga ne është i dëbuar që ta ngushëllojmë. Lutim Allahun Azza wa Jall që të jemi të pranuar gjithë tek Allahu Azza wa Jall. Edhe nëse eventualisht ky muaj kaloi dhe ne nuk o përpjekëm që ta shfrytëzojmë këtë muaj, jemi me një rrezik të madh vëllezër të ndershëm. Nga se thonë të pejgamberi Allahut e largoft Allahu Azza wa Jall prej rahmetit të Tij atë që muajin Ramazan e përjeton dhe janë gjallë dhe nuk mundet ta shfrytëzojë. Megjithatë rahmeti Allahut Azza wa Jall është aq i madh që ne pas Ramazanit kemi mundësi që t'i lutmi Allahut Azza wa Jall me emrin e madh të Tij që Allahu Azza wa Jall mos na privon, që Allahu Azza wa Jall mos na privon nga mëshira e Tij. Mos na dëbon Allahu nga Azza wa Jall nga rahmeti I Tij, që Allahu Azza wa Jall pendimin ton dhe dëshpërimin ton Allahu Azza wa Jall të na pranon. Së paku të kemi zemrat e thyera pse kaloi Ramazani dhe nuk u treguam aktiv në ta. Pra vëllezër të ndershëm, ibadetet, madhërimet, adhurimet e ditës së Bajramit janë të shumta. Një ndër ibadetet më madhështore është madhërimi ditës së Bajramit. Pra madhërimi ditës së Bajramit në vete vëllezër të ndershëm është ibadet. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall na ka porositur në Kur'anin e Kerim dhe ka thonë kul bi fadlillahi wa bi rahmetihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Thuaj me rahmetin Allahu dhe mirësitë e Allahut Azza wa Jall të gëzohem. A ka mirësi më e madhe se sa që të qëndrosh për Allahut Azza wa Jall dhe ta plotësosh ibadetin. Pra bajramet dhe festat vëllezër të ndershëm neve në Islam janë madhështore, ku pejgamberi Allahut I ka kushtuar rëndësi të veçantë festave islame, festave fetare. Pra pejgamberi Allahut na ka ndaluar që t'i bashkangjitmi të qerve në festat e tyre. Pra kur pejgamberi Allahut që transmeton Enes ibn Malik, kur pejgamberi Allahut në Medinë I pa se ato një ditë e kishin manifestim në të xhailjetit të tyre. Pejgamberi Allahut tha, Allahu Azza wa Jall ja ka zavendësu juve me festë madhore, festën e Fitr Bajramit dhe festën e Kurban Bajramit. Dhe këto festa si zakonisht vinë pas përpjekje, pas orvaqeve, pas sakrificës vëllezër të ndershëm. Festa e Fitr Bajramit vjen pas Ramazanit dhe festa e Kurban Bajramit vjen pas haxhit, pas përpjekjeve të 10 ditëve të Dhulhijhes. Kjo manifestim dhe gëzim, pra gëzimi në vete është adhurim. Pra pejgamberi Allahu toleronte në ditën e Bajramit çka nuk toleronte gjatë vitit. Dhe transmeton Aisha e cila thot ishin divogëlushe tek shtëpia e pejgamberit Allahu dhe këndoshin ditën e Bajramit. Erdhe Abu Bekr Siddiku, baba prindi Aishës, dhe kur I pa ata që këndojnë dhe I mshojnë defit, atëre po u hidhru Abu Bekr Siddiku dhe tha: "E mizmaru shejtani fi bejti Rasulillah." A filli edhe ka hi në shtëpinë e pejgamberit Allahut. Nga se Abu Bekr Siddiku nuk e pa se u gjinte dhe pejgamberi Allahut në dhomë.
edhe pse fitirën e tij e kishte të kthyer kamuri. Atëherë pejgamberi Allahu ndërhin dhe thot: leje ja Abu Bekër, leje, le të këndojnë, nga se çdo popull ka festën e vet dhe kjo është festa jon. Pra pejgamberi Allahu toleronte dhe preferonte që musliman që të gëzohen në ditën e Bajramit, të shprehin gëzimin e tyre, të gëzojnë familjarët e tyre, të gëzojnë fëmijët e tyre. Para pejgamberi Allahu tha ditën e Fitr Bajramit apo Kurban Bajramit, ishin etiopianët që kërcenin xhaminë e pejgamberit Allahu dhe në dorët e tyre i kishin shpatët apo shigjetët dhe flitshin ata në gjuhën e tij dhe këndonin. Pejgamberi Allahu si transmeton Imam Ahmedin musnedin e tij, pejgamberi Allahu pyette dhe thonte çfarë janë duke thonë këta që kërcejnë dhe këndojnë. Tha janë të thonë se njeri më i mirë që kemi taku është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pejgamberi Allahu i tha Aishës: o Aisha, a ke dëshirë që ti vesh gosh? A ke dëshirë që ti shiqojsh? Ta po ja Rasulullah. Pejgamberi Allahu të hap dollapin e tij dhe Aisha radhiyallahu anha qëndron në supat e pejgamberit Allahu shiqon dhe qëndron pejgamberi Allahu derisa të thot Aisha mjafton. Pra toleronte pejgamberi Allahu ditën e Bajramit, çka nuk toleronte jashtë ditës së ditës së festës, ditës së Bajramit. Pra gjendër madhërime dhe adhurime të Allahut azza wa jall është që ti gëzojsh shpirtin ton, ta gëzojsh familjen tonë, të jesh i gëzuar në ditën e Bajramit dhe festat, për çka se kjo është festë që duhet të shprehet gëzimi, nga ashtu si shpresmi që gëzimin e ditë ta shijojmë para Allahut azza wa jall. Një ndër ibadetat të ndërshëm dhe madhërimet e ditës së Bajramit është që të vizitojmë farefisnin dhe nuk ka fe që i ka kushtuar në rëndësi farefisnin sikur Islami. Para mendon e vëllezër çfarë nivele ka ngrit Allahu azza wa jall majtjen e lidhjes me farefisnin. Thot pejgamberi Allahu që transmeton nga Allahu azza wa jall, kur Allahu azza wa jall i krijoi krijesat, një ndër to e krijoi farefisnin dhe ndëgjon çka i tha Allahu azza wa jall farefisit ditën kur Allahu azza wa jall e krijoi dhe e varri në arshin e tij. I tha fisit, i tha farefisnis i cili u ngrit dhe tha çka ka për mu. Tha pejgamberi Allahu: ta je i kënaqur që të moj lidhjet me atë që i mon lidhjen me ty, dhe ti ndërpres lidhjet me ai që i ndërpren lidhjet me ty. Pa mendon e vëllezër se majtja e lidhje farefisnis është një ndër ibadetet madhështore, e në veçanti në këtë ditë të gëzimit. Pra thonte pejgamberi Allahu duke i ka majt lidhjet e farefisnis ai që i shkon atij që dëvjen. I ka majt lidhjet e farefisnis ai që i shkon atij që s'dëvjen. Pra ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që transmeton Amr ibn Habese i cili thot se kur erdh pejgamberi Allahu si pejgamber, tha jam pejgamber, tha çfarë do me thonë Allahu më ka dërgu, tha me çfarë Allahu të ka dërgu. Pyetjen e parë që ja boni Amri pejgamberit Allahu, tha me çfarë mesazhi Allahu të ka dërgu, tha me i majt lidhjet me farefisnin dhe me i thi idhujt dhe me madhëru vetëm Allahun azza wa jall. Ki ka qenë mesazhi i parë i pejgamberit Allahu. Pra thonë të pejgamberi Allahut, kush ka dëshirë që furnizimi i tij që të shtohet, kush ka dëshirë që rrezku të shtohet, dhe kush ka dëshirë që të zgjatet jeta, le të marrë lidhjet me farefis. E dita që më e përshtatshme për mi majt lidhjet me farefisnin, a dita e gëzimit, dita e Bajramit vëllezër të ndërshëm. Shkoj atinve që s'dëvin, shkoj atinve që s'dëvin, do të zgjatët jeta dhe do të shtohet furnizimi. Hapi dirë, mos më shoh shtratin, sot leje shtratin një dit. Hapi dirë dhe ma e lidhjet me farefisnin që Allahu ti mon lidhjet me ty. Dhe vizitov lezir që i donë për Allah. Nga se pejgamberi Allahu që i transmeton nga Allahu azza wa jall hadith al-Qudsi që Allahu azza wa jall ja ka obligu vetës e ti që ti donë të gjitha ta që duan për Allah dhe ata që vizitohen për Allah. Pra transmetohet me një hadith të pejgamberit Allahut kur një djalosh mon një rrugë dhe një udhtim të largë dhe shkoj me një fshat të largë, Allahu dërgoj një melek në formë të njeriut në mesin e rrugës. Dhe e pyet ke djalosh dhe thot ku po shkon, tha te filoni. Tha çfarë interesi ke, çfarë vallazhvereshi ke, çfarë biznesi ke?
Për çka je drejtu te ai, tha, as një interes se kam, as biznes s'kam me ta, vetëm se shkoj me vizitu për Allah. Tha Allahu Azza wa Jall, mua më ka dërgu në këtë vend që ta jep një selam. Cili ishte selami i tij? Selami Allahut Azza wa Jall për çdo ken, as vëllai të ndershëm. Tha, si që ke dashur vëllavin tën, Allahu ti e po të do. A ke dëshirë të jesh i dashur tek Allahu Azza wa Jall, vizitoj dashamirët e to. Hapi dirt me to, nëse s'ke mundësi që të vizitoj, së paki, të dërgoj një mesazh, së paku merr një telefonat. Sot Allahu na i ka mundësu komunikimet e lehta. Para vëllai i dashur, mos i neglizho, nga se une nuk po flas për çështje të zakonshme, si ki pas të përditshme ditët e kaluara, sot po flas për adhurime, që e kënaqin Zotin tanë, që e fiton dashurinë e Zotit tanë. Sot një mesazh që ja dërgon vllavit tanë është ibadet më madhor tek Allahu Azza wa Jall dhe më i dashur tek Allahu Azza wa Jall. Pra vëllezër të ndershëm, jetoj me ibadetet e kësaj dite, ku Allahu Azza wa Jall thot, wali tukmilu l-iddata wali tukabbirullaha ala ma hadakum. Allahu Azza wa Jall na i ka bën të zakonshme që ti përfundojmë, të ti përmbillmi këtë ditë, ja i përmbyllëm. Atëherë tha, madhroni Allahun Azza wa Jall, bani tekbir për Allahut Azza wa Jall sa më shumë. Allahu Azza wa Jall sa duhet të madhërohet me tekbir, cikur që këtë tekbir në që e banëm prej mëngjesit apo prej perëndimit të diellit deri të falet namazi bajramit, s'ka adhurim të Allahu Azza wa Jall më i dashur se tekbir. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të na pranon adhurimet, dhe ka thonë cilat shenja janë që Allahu të ka pranu ti. Ka thonë 3 shenja, njeri u mojnë mi vërejtën se Allahu Azza wa Jall është i kënaqur me ty, nëse pas Ramazanit gjithashtu është në gjendje, gjithashtu me Zotin e vetë, zemrën e ka të drejtuar drejt Zotit vetë. Ne nuk po themi që të jemi aktiv jashtë Ramazanit, si që kemi qenë aktiv në Ramazan, mirë po thot pejgamberi Allahut se vepra më e dashur te Allahu është ajo që vazhdon qoftë edhe nëse ha pak. Ne mujmë të vazhdojmë agjerimin dhe pas Ramazanit, në veçanti këtë muaj që vijon, ku thot pejgamberi Allahut, ai që e agjeron Ramazanin dhe e pason me 6 ditë quajnë sheval agjerim, e ka shpërblimin sikur të në vitin me pas e qenën në ibadet, për shkak se 30 ditë bojnë 300 ditë, edhe 6 ditë bojnë 60 ditë, pra për shpërblejet muaj shenjti Ramazanit për çdo ditë nga 10. Dhe në muajin Sheval apo pas Shevalit, vëllezër të ndershëm, një ditë nëse agjeron e ka shpërblimin sa 10 ditë. Mos e këtë shansë, bidile filoja me një herë prej nesër lejohet që të agjerosh. Dhe ka thonë disa dietarë se bajrami diti muslimanit është ditën e 8 të Shevalit, që nënkupton se ditën e bajramit, fitër bajramit është haram të agjerojmë. Mirë po ditë e bajramit lejohet që të agjerojsh. Agjeroj dhe këto 6 ditë dhe ka shenjë e pranimit të agjerimit tënë. Dhe ka thonë njeri kur ka krinë haqin, nëse përmisohet gjendja e tij, nënkupton se Allahu është razi me ta. Dhe ai i cili respekton prindërit, ai i cili respekton prindit deri në vdekje, nëse vdesin ato, janë të kënaqur me ti, a shenjë se Allahu të ka pranu. Allahu na bon pe i respektuesve të prindëve. Allahu Azza wa Jall na bon që ja dim hakin atyre. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu t'i jep jetë të gjatë atyre që janë gjallë, dhe Allahu t'i mëshiron ato që kanë kalu për në ahiret. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Pra vëllezër të ndershëm, ne me vazhdu edhe pas Ramazanit, s'kemi mundësi na me takatin ton, me forcën ton që të vazhdojmë nëse nuk lipmi ndim pej Zotit Azza wa Jall. Shumë njerëz dështojnë pas Ramazanit nga se mbështeten në adhurimet e tyre dhe forcën e tyre, ndërsa ne jeni të dopt. Ne kemi nevojë që Allahu Azza wa Jall të na ndihmon për ata shpeshtoje doan dhe luqen që e bën te pejgamberi Allahut vazhdimisht në Ramazan dhe jashtë Ramazanit. Këtë luqje pejgamberi Allahut ja bën te Zoti vetë dhe thonte ja muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. O rrotulluesi zemrave, ma i përqendro zemrat tona në dinin tan. Kërko pe Allahut Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të bën të përqendroshur.
Pra vëllezër të ndershëm, qëndrimi në fenë Allahut Azza wa Jall për të pas dobi nga veprat e mira ka qenë ëndra e shokëve të pejgamberit Allahut. Për atë pejgamberi Allahut ju drejtonte Muadh ibn Jabelit, ja Muadh, wallahi unë të du. Ja kthej Muadh ibn Jabeli, tha wallahi ja Rasulullah, dhe unë të du. Tha atëherë mos e le pa e bon këtë dua në fund të çdo namazit. Në namaz kur je para selamit apo pas selamit, mos e le pa e thon këtë dua, do ta shifsh jeta jote ka me të ndryshu. Cilën dua ja mësoi Muadhi që donte pejgamberi Allahut dhe na donte gjithashtu dhe neve. Për këtë arsye i tha Muadh ibn Jabeli që ta përcjell Muadh ibn Jabeli ummetit pejgamberit Allahut. Muadh ibn Jabeli tha mos e le pa e bon këtë dua duke thon Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. O Zot, më ndihmo që të përmendi shumë ti, më ndihmo që të adhuroj ti, më ndihmo që të bëj ibadetin më të përpikt, më të përsosur. Nëse Allahu nuk na ndihmon, s'kena mundësi ne të vazhdojmë. S'kena mundësi që ta përsosmi ne adhurimin ton, s'kena mundësi që ta falemndrojmë Zotin ton. Për atë Muadh ibn Jabeli kur boni me vdek, tha vallahi, kur ardhën me lekët, tha vallahi nuk kam pas dëshirë që në të jetoj gjatë, që të mjelli apo që të punoj arat, e as që të përjetoj luksuzin e kësaj dunjas. Mirë po Muadh ibn Jabeli, vëllezër të ndershëm, se lakmonte dhe dëshironte të jeton sa më gjatë për 3 çështje. Pra pyete veten tonë për çka ke dëshirë Allah të jetojsh. Çdo njeri prej ne duhet të parashtrojmë këtë pyetje, pse ke dëshirë ti të jetosh sa më gjatë. Muadh ibn Jabeli tregoi, tha unë kisha dëshirë që të jetoj sa më gjatë, që të agjeroj ditët e nxehta, që të bëj namaz natë dhe që të shiqëroj dietar në xhami, të përfitoj nga dituria e tyre, ta mësoj rrugën e xhennetit. Andra e tyre a ishte që të ndëgjon një vajzë, që të ndëgjon një këshill, që të ndëgjon një ajet, që të ndëgjon një hadith të pejgamberit Allahut. Cila është ëndra jote që ke dëshirë vëllai i dashur musliman të jetosh sa më gjatë? Pra kujdes vëllai të ndershëm, se ne jena ata që grumbulluam, përfituam këtë Ramazan. Ke kujdes se mos i shprish sikur ajo gëru e marrë që e përshkruan Allahu në Kur'anin e Kerim. Kur ishte një gëru e marrë, ishte një gëru e marrë vëllai të ndershëm, e cila bante jeleka të ndryshme gjatë ditës, e kur vrinte mbrëmja e të rejtë penin dhe e shprishte atë të cilën e ka bon gjatë tër ditës. Pra mos jemi dhe në këto thesar që i gena grumbulluan, këtë thesar të qmuar si kur a i trektari që grumbullon dhe lodhët raskapitë gjatë të në vitit, e pastaj e hedhë sefin e ti, e hedhë atë që e ka grumbullu, atë që e ka fitu, kapitalin e ti e hedhë në rrugë. Pra kujdese, ruj këto ibadete, ruj që e këtire ibadeteve, duke falemndru Zotin tanë. Gjithashtu vëllezër të ndershëm, ne jemi sot dita e xumë, dita e madhe, di bajrame, di festën këtë ditë të madhe. Për atë dita e xumë nuk kanë sikur ditët e tjera. Për atë vëllezër të ndershëm transmeton Ibn Omeri, i cili thonte, namazi më i dashur nga pejgamberi Allahut, namazi më i dashur tek Allahu Azza wa Jall është namazi sabahut me xhamat ditën e xumë, nga se ditën e xumë është e mundër të ndodhë dita e Kiametit. Në ditën e xumë është një çast që Allahu e pranon lutjen. Pra ata kujdesu vëllai dashur që të jesh pjesëmarrës ditën e xumë. Mirë, po na kena dilemë kur të vjen di bajrami ditën e xumë. A obligomi që ta falmi xumon apo nuk obligomi? Ka di mendime të dietarëve vëllezër të ndershëm, po unë për të do ta ceki mendimin më të saktë që mbështetet në argumente të vërteta. Nuk transmetohet me hadith të vërtet, nuk transmetohet me transmetim të vërtet, se pejgamberi Allahut i ka amnestuan ata të cilët e kanë fal bajramin që mos me fal xumon. Nuk ka hadith të vërtet që ata nuk e kanë obligim që të falin xumon. Mirë po transmetohet nga Uthman ibn Affani, i cili ka liruan fshatar që vishin në Medinë për të fal namazin e bajramit, e pastaj i lironte dhe thonte, nëse s'muni me ardh në xumë me fal sërish, falni drekën shtëpitë juaja, nga se ishte e vështirë vëllezër të ndershëm për ato që të vinë diherë në Medinën, qytetin e pejgamberit Allahut. Pra konkluza e kësaj do me thonë, nëse falet xhumoja me një vend, edhe pse a ditë feste, ditë bajrami,
obligohesh që të falësh edhe xhumon. Obligohesh që të falësh edhe xhumon sipas mendimit më të saktë dhe argumentet më të sakta. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall ibadetet tona nga ne Allahu t'i pranon. Lutim Allahun Azza wa Jall që të vdekurit ton Allahu Azza wa Jall të mëshiron. Pra në të lutemi për vdekit tanë, mirë për nuk ka suneti pejgamberit Allahu, që të vizitojnë Varrezat, kjo a tradite jo muslimanve, që të shkojmë të Varrezat nga se nuk transmetohet, me asë një hadith, as nga pejgamberi Allahut, as nga shok të pejgamberit Allahut, as nga imamat e mëdhej, as nga gjeneratët e arta se dikush ditën e Bajramit i ka vizituan të vdekurit të Varrezat. Kjo a tradit e krishterëve që ka depërtu vledhët të ndërshën fejën tonë. Para ta banul blut të përton këtë dit, me është e mjaftoshme dhe nuk ka pej sunetit pejgamberit Allahut që të vizitohen ato. Mirë po është pej sunetit pejgamberit Allahut që do njëherë ne t'i vizitojmë ato. Që është pej sunetit pejgamberit Allahut që t'i vizitojmë dhe e lejuar që ne të shkojmë, jo për to, po ne të shkojmë që t'ja kujtojmë vetës tonë se një dit kena me vdekë si ato. Allahu Azza wa Jall atirve fes, ja bon gjot dit, ja bon vdja ndriqov varin, i bon banor të xhennetit, nëse janë banor të xhennetit, ato nuk e kanë festën vetëm Bajram, ato për çdo ditë e kanë Bajram. Lutim Allahun Azza wa Jall që gjithë bidh besimtar që i kena përcjell para ahiret. Allahu Azza wa Jall ti mëshiron. Lutim Allahun Azza wa Jall që duat dhe lutjet Allahu Azza wa Jall ti pranon. Para ju qof Bajrami, Allahu na i pranon veprat. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.